Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Kryeministri Rama thotë se investimet e huaja arritën një shifër rekord 1.58 miliardë euro vitin e kaluar në një forum ekonomik. Ai u bëri thirrje bizneseve të huaja të investojnë në këtë Shqipëri që po transformohet. SPAK zhvilloi një operacion ku ka goditur një grup kriminal të trafikut të drogës, u lëshuan 14 urdhër arresti, u ekzekutuan 10 prej tyre, ndërsa 4 persona janë shpallur në kërkim mes të prangosurve është dhe Recep Raja. Plazhi i Divjakës po përballet me një katastrofë mjedisore për shkak të mbetjeve urbane. Bashkia në vend që të marrë masa dhe të japë zgjidhje situatës pastron vetëm sa për show mediatik, ndërsa gjendja mbetet e njëjtë. Një dhurues me gen kancerogjen është babai i rreth 200 fëmijëve në Evropë. Në rastin e hetuar ndërkombëtarisht është konstatuar se sperma është përdorur edhe në klinika fertiliteti në Shqipëri. Shqipëria është një hap larg nga botrori. Në një intervistë për mediat italiane, trajneri Silvino thanë se kombëtarja ka arritur diçka të madhe, theksoj se sfidat janë të vështira. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama thotë se investimet e huaja kanë arritur një shifër rekord prej 1.58 miliard euro në vitin 2024 në një forum ekonomik. Kreu i qeverisë u bëri thirrje bizneseve të huaja të investojnë në këtë Shqipëri që po transformohet. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në forumin ekonomik të Tiranës të organizuar nga sipërmarrës dhe ekspert ndërkombëtar, ku bëri një bilanc të ecurisë së Shqipërisë në disa sektor, si turizmi, ekonomia apo industria ushtarake. Albania is not watching from the sidelines. Shqipëria nuk është më duke parë nga qoshja, por duke qëndruar me vetbesim ambicioz dhe larg pamës. Kemi hapur të gjithë kapitujt me Bashkimin Evropian, kemi dyfishuar buxhetin, kemi rritje të turizmit, po luftojmë korrupsionin dhe po modernizojmë shtetin, ndërkohë që pagat po rriten me shpejtësi, ndërsa industria ushtarake po rilind. Kreu i qeverisë foli për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri, që sipas tij ka arritur një nivel rekord. We are building a stronger energy sector. Po ndërtojmë një ekonomi që matet me vlera përmes produktivitetit dhe inovacionit. Investimet e huaja direkte në vitin 2024 arritën në 1.58 miliard euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë dhe është akoma në rritje. Teksa garanton se antarësimi në Bashkimin Evropian do të jetë një realitet i afërt, u bën thirrje investitorëve të huaj ta shohin Shqipërinë si një vend potencial për të investuar. We have opened all negotiating chapters with the European Union in a record speed time. Antarësimi i Shqipërisë në vitin 2030 është i mundshëm dhe këtu jemi për të pritur për Evropën, por që ta ndërtojmë Evropën këtu. Investitorët duhet të kuptojnë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirëpresim partneritetet që ofrojnë dije, inovacion dhe ftesën është shumë e thjeshtë. Besoni tek kjo Shqipëri që po ngrihet. Investoni tek kjo Shqipëri që po transformohet dhe bëhuni pjesë e suksesit që po ndërtojmë. Ndër të tjera, kreu i qeverisë e konsideroi vendin një korridor zhvillimi nga veriu në jug. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike ka gati platformën kundër shpopullimit. Ai premtoi se kur opozita të vinë në pushtet do të ketë bonuse dhe pagesa për fëmijën, politika mbështetëse edhe për strehimin e çifteve të reja. Partia Demokratike ka dalë me propozime konkrete me të cilat pretendon se do të ndalojë shpopullimin e Shqipërisë, teksa bën përgjegjëse qeverinë Rama për largimin e të rinjve nga vendi. Kryedemokrati Sali Berisha tha se Partia Demokratike ka gati platformën që nga pagesat dhe bonuset për fëmijët, si dhe për të ndihmuar çiftet e reja për strehim. Bonusi mujor të jetë 50 euro për çdo fëmijë deri në moshën 6 vjeç, 60 euro për çdo fëmijë në moshën 6 deri në 18 vjeçare, zero pagesë për fëmijën e tretë, për çerdhe dhe kopshte, rimbursim të ilaçeve për fëmijën e tretë, kredi të butë për 5.000 çifte të reja në vit, kredi gjerë në 100.000 euro. Presion ndaj sistemit të drejtësisë dhe në veçantë ndaj gjykatës kushtetuese i cilëson deklaratat e kryeministrit Edi Rama në lidhje me kërkesat për rritjen e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët. Ka ndërmarrë 2 sulme të egra për të mbrojtur vjedhjen e tij. Vjedhjen e tij me tunel në Llogaras është kap mat. Edi Rama ka hallin se është në radhë pas lubis
E keni marrë vesh ju që është nda dosja dysh, dosja Lubiz dhe dosja Rams. Ju përmen gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit. Një akt pacipsie. Kryetari i Partisë Demokratike pati dhe një thirrje ndaj Komisionit të Venecias që të përgjigjëstrojë kreun e qeverisë në lidhje me deklaratën e tij se ky organ konsultativ i Këshillit të Evropës është shprehur se ministrat nuk mund të pezullohen nga detyra. I bëj thirrje Komisionit të Venecias të bëjë një deklaratë që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. Berisha zbuloi dhe pse Partia Demokratike mori vendimin për tërheqjen e firmave nga kandidatët për drejtimin e institucionit të avokatit të popullit. Kjo ndodhi pasi u deklaruar nga pala tjetër se kandidati do t'i jipej opozitës. Tani, ata operojnë me opozitën që duam, po opozitën që duam nuk e pranon kurrë Partia Demokratike. Kreu i Demokratëve theksoi se Shqipëria është një vend ku tashmë nuk respektohen të drejtat e njerëzit, ndërsa korrupsioni ka përfshirë qeverinë dhe për këtë arsye u bëri thirrje qytetarëve që të përgatiten për protesta masive. Rinis Gara për të zëvendësuar Elsa Toskën në gjykatën kushtetuese, antari i ri do të ketë mandat 9 vjeçar, ndërsa kandidatët kanë afat 20 ditë për të shprehur interesin. Kuvendi ka shpallur zyrtarisht vakancën për plotësimin e vendit të fundit të lirë në gjykatën kushtetuese pas dorëheqjes së Elsa Toskës më shumë se një vit më parë. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet shpallja e vakancës. Procesi i zëvendësimit të saj ka qenë i shoqëruar nga debate politike dhe përplasje mes palëve. Gjykata kushtetuese vendosi që Elsa Toska dhe 2 anëtarë të tjerë të mos kishin mandate të plota por të pjesshme për të siguruar ciklin e rregullt të ripërtëritjes së anëtarëve. Kuvendi ka pritur deri këtë të mërkurë zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili ende nuk ka mbërritur. Por megjithatë, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja deklaroi se nuk duhet humbur më shumë kohë me procesin. Ky mandat i kuvendit ka mbaruar në mars në mos gaboj të 2025 si rregull, pra nëse nuk do kishte qenë dorëheqja, mandati do të mbaronte në prill të 2025 dhe shpallja e vakancës do të duhet bëhej me mandat të plot sipas kushtetutës dhe ligjit. Kështu që në këto kushte komisioni ka këtë detyrë sot. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka kundërshtuar vendimin për të çuar përpara këtë proces, pas bardhur të plot arsyetimin e gjykatës kushtetuese. Pse duhet ikin X gjyqtar apo Y gjyqtar për të arritur një rezultat? Aq më shumë pastaj që kemi dhe vendime gjykatës kushtetuese që janë të pashpallura, që lidhet me hyrjen në fuqi të atyre vendimeve dhe që ne veprojmë vetëm i bazë njoftimi të dispozitivit. Por hyrja në fuqi është tjetër e vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe unë besoj që pak ky komision ligjev do të jetë kujdesshëm me këto aspekte. Tashmë kandidatët kanë në dispozicion 20 ditë për të paraqitur aplikimet e tyre. Nga këta, 3 të përzgjedhur prej Këshillit të Emërimeve në Drejtësi do të kalojnë për votim në seancën plenare. Mandati i gjyqtarit të ri do të jetë i plot 9 vjeçar. Këshilli Evropian do të miratojë javën që vjen konkluzionet vjetore për Shqipërinë dhe shtetet e tjera kandidate. Vlerësim ka marrë puna e SPAK, ndërsa nga gjyqësori kërkohen dënime përfundimtare, sekuestrime dhe konfiskime asetesh. Në konkluzionet që pritet të miratohen javën e ardhshme nga liderët evropian për vendin tonë, thuhet se reforma në drejtësi ka dhënë rezultate të rëndësishme në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kërkohet fillimi i angazhimit të SPAK-ut në këtë drejtim si dhe vendime të formës së prerë ndaj zyrtarëve të lartë. Rezultatet në luftën ndaj korrupsionit në këto konkluzione konsiderohen si një kusht kyç për Shqipërinë në rrugën e saj të anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Gjithsesi për vendin ton, i cili ka arritur të hap 33 kapituj në 13 muaj, një kohë rekord për një vend kandidat, nuk ka asnjë tregues se kur mund të fillojë në të vërtetë mbyllja e tyre. Ndërkohë theksohet gjithashtu nevoja për të përmirësuar peizazhin mediatik në vend, si dhe për të siguruar dekriminalizimin e shpifjes dhe forcuar shoqërinë civile në përgjithësi. Këto konkluzione i referohen progres raporti vjetor të publikuar nga Komisioni Evropian më 4 dhjetor. Shqipëria dhe Malizi konsiderohen si shtete favorite në procesin e zgjerimit me Bashkimin Evropian që kërkon të anëtarësojë ato përpara fundit të kësaj dekade. Këshilli Evropian pritet që të vendosë ngritjen e një grupi punues ad hoc për hartimin e traktatit të anëtarësimit të Malit të Zi. Teksti i konkluzioneve edhe për këtë shtet ashtu si për Shqipërinë thekson faktin se çështja madhore mbetet antikorrupsioni, ku konstatohet se numri i dënimeve përfundimtare në rastet e korrupsionit në nivel të lartë politik mbetet ende i ulët.
Për të dyja shtetet pararoi përmendet nevoja që të përmirësojnë historikun në lidhje me hetimet dhe ndjekjet penale në rastet e korrupsionit politik, si dhe për krimin e organizuar, duke siguruar dënime përfundimtare, sekuestrime dhe konfiskime asetesh. SPA ka zhvilluar një operacion ku ka goditur një grup kriminal të trafikut të drogës, u lëshuan 14 urdhra areste, u ekzekutuan 10 prej tyre, ndërkohë që 4 persona janë shpallur në kërkim, mes të prangosurve është Recep Raja. SPAK ka goditur një grup kriminal të trafikut të drogës. Gjykata e posaçme ka firmosur 14 urdhra areste, 10 prej tyre janë ekzekutuar, ndërsa 4 persona janë shpallur në kërkim, të cilat dyshohet se janë jashtë vendit. Policia e shtetit ka arrestuar 7 prej tyre, ndërsa 3 persona ndodhen në burg për vepra të tjera penale. Mes të arrestuarve është edhe Recep Raja, djali I ish deputetit Rahman Raja, I cili ishte pjesë e grupit që dhunoi kushërinjt Maja në Fushkruj. 14 personat akuzohen se në periudha të ndryshme përgjatë viteve 2020 e 2021 kanë trafikuar lënë narkotike drejt vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Aktiviteti kriminal u zbulua nga zbardhja e komunikimeve në aplikacionin Sky ECC. Bëhet fjalë për episodet e trafikimit të marijuanës në maltëzim me destinacion Gjermaninë. Gjithashtu ky grup dyshohet se ka dërguar kokainë nga Amerika Latine drejt Holandës dhe marijuanë në Turqi. Krahas masave të sigurisë të lëshuara nga gjykata e posaçme, janë ushtruar kontrolle edhe në banesa ku janë sekuestruar sasi të konsiderueshme parash, armë dhe automjete. Edhe plazhi I Divjakës po përballet me një katastrofë mjedisore për shkak të mbeturinave urbane që deti ka nxjerrë në breg. Bashkia në vend që të marrë masa dhe të jam zgjidhje situatës, pastron vetëm sa për show mediatik, ndërsa gjendja mbetet e njëjtë. Publikimi në media I pamjeve alarmante me tonelata mbetje urbane që kishin pushtuar plazhin buri në lëvizje autoritetet në Divjak. Por përfaqësues të bashkisë dhe të zonave të mbrojtura, duke se aksionin për pastrimin e plazhit e kanë përdorur sa për show. Ata kanë punuar për pak orë sa për të filmuar nga kamerat e televizioneve e me të ikur mediat janë larguar edhe vetë, duke lënë sasi të mëdha mbetjesh, siç shihet në këto pamje të marra këtë të mërkur. Vija bregdetare e plazhit në Divjak është e ndotur nga mbeturinat e plastikës dhe lloje të tjera bimore. Pas alarmit të dhënë nga mediat për situatën e krijuar, këtu ka ardhur administrata e zonave të mbrojtura dhe Bashkia e Divjakës, të cilët kanë punuar jo më tepër se 3 orë për të pastruar një territor I cili është më shumë se 20 kilometër. Edhe sot I njëjti avaz, jo më shumë se 10 punonjës nga administrata e zonave të mbrojtura dhe disa punonjës nga ndërmarrja e pastrimit e bashkisë ishin në Bregdet dhe gjëndruan vetëm 3 orë, por fajin ja lën numrit të pakët të punonjësve jo punës së lënë për gjysmë. Aktualisht është pastruar rreth 1 kilometër bregdetare dhe besoj për një javë mund të pastrohet atë, nëse do ketë përvërtësime me forca vullnetare punë. Ndose ndotja e Bregdetit është alarmante, shkaktuar nga prurjet e shumta të lumenjve Sema në Shkumbim, drejtuesit e pushtetit vendor dhe agjensive që merren me mjedisin, duket se jetojnë në një realitet tjetër. Plehrat e Shqipërisë u bën pak ditë më parë lajm ndërkombëtar, pasi përfunduan deri në Dubrovnik, duke pushtuar faqet e para të mediave kroate dhe gazetave më të njohura në botë si New York Times. Alpet shqiptare janë cilësuar si një destinacion perfekt për turizëm malor nga Travel and Tour World. Lideri global I udhëtimeve kanë veçuar parkun kombëtar të Lurës si një vend të mrekullueshëm dimëror. Parku kombëtar I Lurës, I vendosur në zemër të Dibrës në veri të Shqipërisë, është transformuar në një vend të mrekullueshëm dimëror Maramendës, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë të përjetojnë një nga peizazhet dimërore më të bukura dhe më të qeta të vendit. Kështu e nis artikullin për këtë destinacion turistik të vendit ton lideri global I udhëtimeve Travel and Tour World. Liçenet akullnajore, pyjet e dendura dhe terreni malor të mbuluara me dëbor krijojnë një pamje magjike duke I dhënë zonës një identitet krejtësisht të ri gjatë stinës së dimrit. Transformimi I parkut kombëtar të Lurës në një parajs me dëbor ka tërhequr vëmendjen e turistëve vendas dhe ndërkombëtar si një destinacion që duhet vizituar me patjetër për pushime dimërore. Parku ndodhet rreth 20 kilometra nga qyteti I Peshkopis, kryeqendra e Dibrës dhe mbulon mbi 1200 hektar peizazh të larmishëm natyror, duke përfshirë male të thepisura, liçene dhe pyje të harlisura, shkruan Travel and Tour World. Për vizitorët që kërkojnë të eksplorojnë parkun në një mënyrë më të relaksuar, liçenet akullnajore të Lurës janë një vend I shkëlqyer për fotografi, duke kapur kontrastin mes ujrave dhe pyllit të mbuluar me dëbor.
Atmosfera e qetë dhe mungesa e turmave të mëdha gjatë muajve të dimrit e bëjnë atë vendin ideal për të eksploruar natyrën, shkruan prestigjozja e udhëtimeve Travel and Tour World. Promovimi i parkut kombëtar të Lurës nga qeveria si një destinacion turizmi dimror është pjesë e përpjekjeve të Shqipërisë për të nxitur industrinë e saj të turizmit sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Udhëtimeve. Qeveria italiane ka gati planin për të vënë në funksion të plotë qendrën e emigrantëve në Gjadër, sipas asaj që raportojnë mediat vendase. Synimi është që kërkesat e emigrantëve për azil të përpunohen brenda muajit dhe dëbimi të jetë i menjëhershëm. Vendimi i Këshillit të Çështjeve të Brendshme të Bashkimit Evropian për përshpejtimin e trajtimit të procedurave të azilit për emigrantët e palikshëm duket se do të ndryshojë situatën edhe në kampin e Gjadërit. E përditshmja italiane La Repubblica shkruan se qeveria e Giorgia Melonit ka vendosur të bëjë ndryshime në mënyrë që në pranverë të vërë në funksion edhe kampin e hapur në Shqipëri. Sipas një plani të Ministrisë së Brendshme italiane, emigrantët nuk do të sillen në Gjadër menjëherë sapo kapen në det të hapur, por do të bëjnë fillimisht një kontroll të shpejtë në qendrat italiane të ngritura për këtë çështje. Pas miratimit të listës së vendeve të sigurta në Shqipëri mund të transferohen edhe emigrantë nga Bangladeshi dhe Egjipti që zënë edhe pjesën më të madhe të kërkesave. Plani i qeverisë italiane është që brenda muajit të përpunohen kërkesat për azil dhe në rast refuzimi, riadresimi do të jetë i menjëhershëm. Do të dëbohen edhe ata persona që do të apelojnë vendimin, ndryshe nga aktualisht kur ky proces e pezullonte automatikisht çdo lëvizje tjetër. Emigrantit që refuzohet leja e qëndrimit mund të apelojë, por kjo nuk do të pengojë kthimin, përveç se nëse gjykata vendos pezullimin e dëbimit. Qeveria italiane synon të miratojë aktin menjëherë në parlament përpara hyrjes në fuqi të paktit të ri të BE-s për azilin dhe migracionin, i planifikuar për në qershor të vitit të ardhshëm. Qendra e Gjadërit priti emigrantët e parë në tetor të 2024-s, por disa vendime të gjykatave italiane e kishin penguar qeverinë të vinte ato në funksion të plotë. Një dhurues me gen kancerogjen është babai rreth 200 fëmijëve në Evropë. Në rastin hetuar ndërkombëtarisht, është konstatuar se sperma është përdorur edhe në klinika fertiliteti në Shqipëri. Një hetim i gjerë ndërkombëtar ka zbuluar se një dhurues sperme, i cili pa qenë në DNA, kishte një mutacion gjenetik që rrit ndjeshëm rrezikun e kancerit dhe ka bërë të mundur lindjen e të paktën 197 fëmijëve në mbi 14 vende europiane, përfshirë edhe Shqipërinë. Disa nga fëmijët e lindur me këtë mutacion tashmë janë diagnostikuar me tumor, ndërsa disa të tjerë kanë dhuruar jetë. Sipas medias britanike BBC, dhuruesi i cili e ka kryer këtë procedurë në vitin 2005 kur ishte student, rezultoi të ketë një mutacion në gjenin TP53, i njohur si shkaktar i sindromit sërrall Li-Fraumeni. Nga hetimet e kryera në lidhje me këtë rast, ky mutacion rrit deri në 90% rrezikun për zhvillimin e kancerit gjatë jetës, veçanërisht gjatë fëmijërisë, si dhe tumorëve të gjirit, trurit dhe kockave. Ndërkohë që dhuruesi është vetë i shëndetshëm, pasi mutacioni është i pranishëm vetëm në rreth 20% të spermës së tij, fëmijët e krijuar nga spermatozoidet e prekura e trashëgojnë mutacionin në çdo qelisë të trupit. Mikët që trajtonin këta fëmijë ngritën alarmin në një konferencë ndërkombëtare të këtij viti, duke konstatuar se një numër i madh rastesh të ngjashme po lidheshin me të njëjtin dhurues. Hetimi i udhëhequr nga 14 transmetues publik evropian, përfshirë BBC-n, zbuloi se sperma e dhuruesit është shpërndarë në 67 klinika fertiliteti në vende si Danimarka, Belgjika, Spanja, Gjermania, Greqia, Polonia, Irlanda, Maqedonia e Veriut, Serbia, Hungaria, Gjeorgjia, Islanda, Çiproja dhe Shqipëria. Kjo shpërndarje masive ka ndodhur pavarësisht kufizimeve kombëtare për numrin e familjeve që mund të përdorin spermën e dhuruesit. Në Belgjik, ku limiti është 6 familje për dhurues, ajo përdor nga 38 gra duke sjellë në jetë 53 fëmijë vetëm në atë vend. Sipas Bankës Europiane të Spermës, me seli në Danimark, kufizimet fatkeqësisht janë shkelur në disa shtete. Hetimet tregojnë se sperma e këtij dhuruesi nuk është shitur në klinikat britanike. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.